I nuk ka ndërprer punimet ditën e sotme në Pogradec, por inspektorët e këtij institucioni po shikojnë edhe një herë tjetër të gjitha lejet e ndërtimit dhe ato mjedisore të gjitha objekteve, nga lini deri në hyrje të Pogradecit, përfshi këtu edhe objekte me disa kate. Zyra urbanistikës, por edhe ajo e mjedisit në këtë komunë kanë vënë dispozicion të INUK të gjitha dosjet e ndërtimeve të kryer nga viti 1992 deri tani. Çka do të thotë se nga java tjetër Fadroma INUK nuk do të merret thjesht me pista të ndërtuara në liqen, por kësaj radhe nuk përjashton mundësinë që të ketë shembje të ndërtesave, të cilat nuk kanë qenë të përfshira në këtë fazë të parë të prishjes së këtyre objekteve buz liqenit të Ohrit në Pogradec. Përgjegjësi i zyrës mjedisore në komunën Udënisht, Pajtim Selko, bën të ditur se në bashkëpunim me biznesin do të bëhet largimi i këtyre mbetjeve para fillimit të sezonit veror. Me këto inerte, komuna Udënisht ka marrë gjitha masat për largimin e gjitha bazave të krijuara nga prishja e INUK-ut. Në bashkëpunim me biznesin do t'i largojmë pa filluar sezonin turistik.